Deputetja Mariana Koçeku i ka drejtuar një letër të hapur kryeministrit Rama pas largimit të saj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Në rrjetet sociale, deputetja Koçeku shkruan: Zoti i kryeministër, bazditën e sotme pritet të jetë dita e 24 të një proteste prej 10 mijërash qytetarësh të mbledhur në shesh, të revoltuar me të lodhur nga indiferenca, dehja dhe deliri i pushtetit të krejt klasës politike të vendit. Populli ju ka kërkuar një rresht pikash, të cilat ju, përveç se keni shmangë përballjen dhe llogaridhënien që ju takon si drejtuesi i shtetit, po përpiqeni në mënyrë të padrejtë, t'i fyeni, t'i ulni shpirtnisht dhe t'i denigroni, edhe pse ata po ushtrojnë një të drejtë të tyre themelore kushtetuese, protestën. Populli shqiptar ka ndjenja të thella mirënjohjeje për SBA-n dhe kjo protestë nuk u kundërvihet as pak atyre, por sistemit të mbrëmshëm që është krijuar ndër dekada, mbi frikën, servilizmin dhe të huajsimin e qenies shqiptare. Një sistem ku pavarësisht iluzioneve të para që mu krijuan, nuk e gjeta veten së paku jo si pjesë një partie të caktuar. Kjo protestë, sidomos qysh u bëna pjesë fizike e saj, bani me kuptuar edhe më shumë se shqiptarët më në fund po e llogarisin atë dheun e tyne si atë dhe, po e shohin vendin e tyne si një hapësirë të jetueshme, ku duhet të kthehen, dhe jo si një tokë prej së cilës duhet të largohen. Hymja jeme në politik ka qenë një vendim që më mori shumë kohë për me gjetë guximin që ta bajsha të hap për largimin nga formacioni që ju keni ndërtuar dhe që sot ndodhet të një dehje të thellë pushteti, më kërkoi edhe më shumë kohë derisa gjeta guximin për me realizuar. Shqiptarët janë lodhë dhe nuk frymëzohen më as nga ju, as nga kasta e vjetër politike, por çmimi i revoltës së njerëzve të thjeshtë të kauzave si ajo e rrjollit, për ata që pyesin pse nuk fola më herët, përgjigjja nuk kërkon shumë kohë. Drejtuesit e grupit që lash pas nuk e pranonin mendimin ndryshe, as debatin, as ndjeshmërinë morale. Madje ata me çdo mjet përpiqen t'i marrin frymën dhe tentativës më të vogël për me qenë ndryshe, a me mendim të lirë. Jeni ende në kohë ta ndaloni këtë, të shfuqizoni ligjet klienteliste e favorizuese, të mendoni për Republikën dhe për popullin shqiptar, i cili ka pa dhe ka përjetuar mjaftueshëm, dhe që tash meriton të respektohet dhe të mbrohet. Nëse do t'ju doja të mirën, do t'ju uroja ma pak pushtet dhe ma shumë fisnikëri. Kjo arrihet vetëm nëse kryeni aktin tuaj të mbram politik, atë të dorëheqjes. E di që ky vendim kërkon një ndjeshmëri morale, fisnikëri politike dhe mbi të gjitha dhe dashni. Uroj t'i gjeni sa më parë këto virtyte që vendin që shqiptarët ju dhanë, ta lini me dinjitet. Për këtë jeni ende në kohë. Sheshi po thërret me za, po i jep pushtetit mundësinë me vendos drejtësinë. Prandaj si deputete e kuvendit dhe si qytetare e Republikës së Shqipërisë, ju baj thirrje me veprua në emër të së mirës së përbashkët, në emër të asaj që është dhe jo të asaj që ju mendoni se është, t'i shpërbleni shqiptarët me dorëheqjen tuaj. Mesazhet e fundit që kena shkëmbyer me keni thënë se kam me vetëm me pa besim dhe as njerëzit e maleve nuk kanë me përfill më, por unë nuk kam frikë me ecë vetëm. Unë jam dhe do mbetem Mariana e maleve. E tash kam kaluar gardin pa kthim. Kujtojmë se pak ditë më parë deputetja socialiste e Qarkut Shkodër Mariana Koçeku njoftoi në mediat sociale largimin nga Partia Socialiste.